Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, Kisha në Ortodokse sot fillon panajirin e Shën Nikollës. Jemi në këtë vigjilje të kremtimit të këtij shenjtori kaq të madh, kaq të dashur, pan-ortodoks, pra në gjithë Kishën Ortodokse, i cili prej shekujsh nderohet nga të krishterët ortodoks, po jo vetëm. Të gjithë patjetër që jeni prezent në këtë kishë, që është dhe kishë e qytetit, keni dëgjuar për jetën e Shën Nikollës. Por kisha mblidhet vit tër vit 2 herë për Shën Nikollën, edhe në 6 dhjetor, edhe në maj, në ditën e transferimit të lipsanit të tij, por gjithmonë kisha përsëri dhe përsëri i kujton shenjtorët, sepse shenjtorët janë imitimi i Krishtit. Kur lexojmë Ungjillin ose dëgjojmë bëmat e Krishtit, themi që ai bëri ato se ishte Zot, kurse ne thjesht jemi njerëz. Por kur lexojmë sinaksarat e shenjtorëve dhe kur mblidhemi, pra vetë sinaksar do thotë mbledhje për shenjtorin, siç është dhe për Shën Nikollën, ne shikojmë që dhe ata ishin njerëz si neve, miq dhe gjak si neve, dhe bën ato çfarë tha Zoti. Prandaj dhe u dalluan nga besimtarët e tjerë, prandaj dhe kisha i buri epitetin shenjtor, prandaj i nderon dhe i imiton. Le të kujtojmë me pak fjalë kush ishte ky personalitet kaq i madh që ka lënë gjurmë në historinë e kishës. Shën Nikolla ka lindur në shekullin e 4, ishte një shenjt i cili që në familjen e tij u dallua, na thuhet që kur lindi ai nuk e pinte gjirin e nënës të mërkurën dhe të premten deri në të perënduar të diellit. Pra kreshmonte që fëmijë. Dhe u rit nga prindërit e tij, u rit me një edukat të krishterë, duke dalluar nga bashkëmoshatarët e vet. Mbeti jetim kur ishte i ri, por edhe pse ishte i ri dhe është një moshë kritike, ai nuk u shpërqendrua, nuk u holl në dëshirat rinore, por vazhdoi me përkushtim rrugën e ngushtë të qenit një krishter, edhe në një moshë të re. Dhe e menaxhoi mirë dhe pasurinë që kishte lënë familja, duke ndarë, duke bërë përdëllim të varfrit. Atëre populli i mirës, sepse aty ai jetonte, vendosi që ai të bëj klerik. Dhe më vonë, nëpërmjet një angjëlli, u lajmërua që Perëndia dëshironte që prifti Nikolla të bëj episkop, pra të bëj kryebari. Këtë detyrë ai e krevi me shumë devocion derisa u arrestua dhe u burgos dhe u lirua vetëm kur Konstantini i Madh shpalli ediktin e Milanit në 317-ën, kështu edhe Shën Nikolla u lirua dhe vajti në enorinë e vet. Por në atë kohë ndodhi një ngjarje shumë e madhe, një tronditje e krishterimit jo më nga jashtë, por nga brenda, sepse doli një prift ose kryeprift, mund ta themi Ariosi, i cili mohonte hyjninë e birit. Ai thoshte që Jesui nuk është bir dhe fjala Perëndis, i vetëm lindur i Atit, por një krijesë. Për këtë arsye, filloi një ndarje në kishë, në lindjen e Perëndim, dhe Konstantini i Madh mblodhi kishën në sinodin e parë ekumenik në 325 me 318 etër, dhe atje në këtë sinod spikati dhe Shën Nikolla. Është një traditë që jo të gjithë bien dakord, por unë besoj se kjo ndoshta ka ndodhur që Ariusi kundërshtonte hyjninë e birit, madje edhe mrekullinë që bëri Shën Spiridoni me tjegullën, duke thënë se kjo është një magji. I mbushur me një zell hyjnor, ai e goditi me shuplak Ariusin. Për këtë u burgos, po atje në burg i shfaqet Krishti dhe i jep ungjillin dhe Virgjëresha Mari i jep omoforin. Dhe përsëri ai fitoi statusin e një episkopi. U kthye në vendin e vet, në Mira, dhe vazhdoi me përkushtim për të shërbyer në Grigjin. Bëri shumë mrekulli, shpëtoi jetën e shumë njerëzve, madje edhe të 3 ushtarakëve, të cilët ju ishin bërë një intrig. Por Shën Nikolla i shfaqet në ender Konstantinit të Madh dhe Avlavit, duke thënë liroj ata 3 gjeneralë, se janë të pafajshëm. Ndryshe do t'i lutem Zotit që t'ju dënoj. Ka bërë mrekulli dhe ka shpëtuar jetën e shumë marinarëve. Prandaj dhe quhet e mbrojtësi i marinarëve. Kjo është arsyeja që fama e tij u përhap që kur ishte gjallë, por sidomos edhe mbas vdekjes, dhe pati shumë kisha dhe ka shumë kisha për nder të Shën Nikollës, sepse njerëzit që kërkonin të udhtonin nëpër detra, ndërtonin një kishë për Shën Nikollën që ta kishin mbrojtë në udhëtimet e tyre të vështira nëpër dete.
Shën Nikola prej shekush është një shenjtor shumë i madh dhe kisha e nderon në mënyrë të veçantë. Nëse ne shikojmë shërbesën kishtare, veçanërisht ato të ditëve, në ditën e enjte ne kujtojmë edhe apostujt, edhe Shën Nikollën, çdo të enjte i kujtojmë. Dhe kjo është diçka e veçantë nga shenjtorët e tjerë, nuk kujtohen kaq shpesh. Por arsyeja pse kujtohet Shën Nikolla është se ai gjatë shekujve ka bërë shumë mrekulli tek njerëzit. Njerëzit janë lutur atij, edhe ai ka qëndruar afër njerëzve, u është përgjigjur lutjeve të tyre. Tregohet një anekdotë e bukur, por që ka një kuptim të thellë. Njerëz shenjtorët, është anekdotë, nuk është e vërtetë, i thanë Zotit, pse nderohet kaq shumë Shën Nikolla dhe kujtohet gjithmonë çdo të enjte dhe ka shumë kisha në përbot. Se duhet dini se një nga shenjtorët që ka kisha më shumë. Atëherë Zoti i mblodhi të gjithë shenjtorët dhe tha, hajdeni dhe unë do t'ju tregoj juve pse Shën Nikolla nderohet kaq shumë. U mblodhën të gjithë shenjtorët, por mungonte Shën Nikolla. Ku është Shën Nikolla dhe Shën Nikolla nuk po gjendej. Dhe thuhet që mbas pak u hapën portat e parajsës dhe hyri Shën Nikolla i lagur me alga dhe i lodhur, mund të themi, djersitur. Dhe Zoti i thotë, ku ishe Shën Nikolla, pse nuk erdhe bashkë me shenjtorët në orarin e caktuar? Të më falësh, Zot. Por unë kur po vija tek ty, disa marinarë ishin duke u mbytur, ata mu lutën, unë vajta me vrap e mora anijen kuriz dhe nxora në breg dhe erdha këtu. Atëherë Zoti i tha, a e kuptoni pse nderohet kaq shumë Shën Nikolla? Pra, kjo anekdot ka një kuptim shumë të madh, atë që thashëm përpara. Pra, Shën Nikolla dëgjon lutjet e njerëzve dhe ka një guxim shumë të madh tek Zoti dhe i plotësohet lutja, prandaj është një shenjtë kaq popullor. Të dashur të krishterë, edhe juve që jeni pjesëtar në këtë kishë, që është kisha e qytetit dhe shenjti mbrojtës i këtij qyteti. Ne të gjithë kemi nevojë për imitim të shenjtorëve. Sot jetojmë në një shoqëri konsumiste, materialiste, ku nuk ka shembuj. Madje edhe shembuj që na afrojnë janë shembuj negativ, janë shembuj të përçartur, janë shembuj që nuk na çojnë asgjë kundi. Imitimi i jon nuk është tek ta. Pavarësisht se ata shfaqen si persona VIP ose persona të cilët kanë fatet e njerëzimit dorë, gënjen, ja thjesht njerëz. Imitimi ynë duhet të jetë tek Zoti, që është Zoti dhe njeriu, por dhe të shenjtorët. Prandaj imitoni shenjtorët. Ndoshta ne nuk imitojmë shenjtorët në lavdin që ata kanë, ose në funksionin që ata kishin dhe kanë, por Shën Nikollën mund ta imitojmë në virtute. Ai ishte një besimtar shumë i fortë, ai ishte një njeri përdollyes, ai ishte një mbrojtës i njerëzve në nevojë. Këto janë virtute që duhet i kemi ne si të krishterë. Ti je i krishterë nuk është e lehtë. Ti je i krishterë është një sfidë, sidomos dhe në kohën e sotme. Por ne nuk jemi vetëm, kemi me vete Zotin, kemi me vete shenjtorët dhe kemi me vete edhe Shën Nikollën. Për të ecur në këtë det të trazuar të kësaj jete, që mos mbytemi, por të arrijmë në limanin e paqes, në mbretërinë e Zotit. Amin.